Vizita e Edi Ramës në Izrael është kulminacion i një sër overturash që regjimi i rilindjes së Edi Ramës ka bërë ndaj Izraelit. Rama që kur ka ardhur në pushtet në vitin 2013 dhe për personat që njohin Ramën nga afër dhe familjarisht, është një person me një urrejtje të papar për Islamin dhe muslimanët, dhe ai që kur u soll në pushtet nga mafia zioniste e sorosistëve, ai ka bërë në Shqipëri krime të njëpasnjëshme kundër komunitetit musliman. Do të kujtojmë që një vit pasi Rama vjen në pushtet, në 2013, ai do themeloj policinë antiterrorit, e cila është pak a shumë një lloj Gestapoje kundër muslimanëve, ashtu sikur Gestapo apo vapen SS persekutonin që futët në Gjermaninë hitleriane, edhe policia antiterrorit në Shqipëri bën të njëjtin gjë. Në vitin 2014-15 në regjimin e Ramës ne do kemi arrestimet më të mëdha të besimtarëve dhe hoxhallarëve musliman në Shqipëri që nga koha e Hoxhixhodës dhe Enver Hoxhës. Në vitin 2016 Rama do të bëjë bastisje masive në të gjithë Shqipërinë, kur ekipi Izraelit do të vishë do luaj futboll në Shkodër në nëntor të vitit 2016, ku regjimi Ramës do të arrestojë mbi 150 besimtarë në gjithë vendin. Dhe domethënë Rama që kur ka ardhur në pushtet ka ndjekur një agjend shumë anti-islamike. Kjo agjend, përveç persekutimit të muslimanëve shqiptar, burgosjes së tyre, survejimit, konfiskimit të pasurive, shkatrimit të karrierës tyre, etj., ka shkuar në paralel edhe me shkatrimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me botën muslimane. Kur Rama vjen pushtet, 3 vite më mbrapa, në 2016, ai në Shqipëri do të strehojë mujahedinët iranian, 3000 veta, të cilët do të ndërtojnë një kamp paramilitar në Manës, nga i cili kamp do të drejtohen sulme terroriste kundër Iranit në koordinim me Mossadin izraelit. Pas sjelljes së mujahedinëve në vitin 2018 me kërkesën direkte të Benjamin Netanyahut, Rama do të dëbojë nga Shqipëria ambasadorin iranian, ndërsa 4 vite më vonë, në vitin 2022, me justifikimin e sulmeve kibernetike, sulme të cilat edhe njerëz afër me Ramën e dinë që nuk i ka bërë Irani, por ndoshta i kanë bërë izraelitët, ai do të përdori sulmet kibernetike si një tjetër justifikim për të mbyllur ambasadën iraniane në vend, dhe Shqipëria do të kthehet në një nga vendet më armiqësore kundër Izraelit. Tani, vizita e Ramës dhe fjalimi që ai mbajti në Knesetin Izraelit në datën 27 janar tregoi disa gjëra. Gjë e parë është që Edi Rama nuk është një njeri apo sundimtar i dosidoshëm i Shqipërisë, ai është një agent izraelit. Pritja që Benjamin Netanyahu i bëri në Kneset dhe përshëndetje që ju dha Ramës si nga partia në pushtet që është Likudi, ashtu edhe nga opozita izraelite e Yair Lapidit, tregon që në qarqet izraelite ata e dinë që Rama është një nga aleatët e tyre më strategjik në luftën kundër Islamit. Në fjalimin e tij, Rama gënjeu nga ana historike, duke thënë izraelitëve që në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore u shpëtuan të gjithë shqiptarët, fakt që nuk është e vërtetë, nga që në Shqipërinë në kryeslingje naziste të luftës dytë botërore janë arrestuar 281 shqiptar që janë çuar në kampet e përshëndrimit nga divizioni SS Skënderbej. E dyta, Rama përsëriti atë që ka thënë edhe në nëntor të vitit 2024, kur ai shkoi në OKB dhe i bëri thirrje izraelitëve për t'u vendosur në Shqipëri, është pak a shumë thirrje për kolonizim.
E treta, në fjalimin e tij, që Rama mbajti si në Kneset, ashtu edhe në Muzeumin e Holokaustit, ai tregoi izraelitëve që Shqipëria, që është në sundimin e tij, është kthyer në qendrën kryesore të strehimit të atyre që ai quhen opozita iraniane, por që në fakt janë terroristë iranian, janë mujahidinët e Mariam Rajavit, një organizatë e cila ka bërë krime kundër Iranit, duke vrarë me mijëra iranian, ushtarak, civil, shkencëtar e tjerë, dhe kjo ushtria e mujahidinëve për deri në vitin 2003 ka qenë besnike e regjimit të Saddam Huseinit dhe kanë bërë edhe krime në Irak, duke vrarë me mijëra arab edhe kurdë. Por Rama u përmendi izraelitëve faktin që Shqipëria strehon mujahidinët, për t'i treguar izraelitëve që unë për juve jam duke bërë çdo gjë. Ai përmendi edhe faktin që mbylli ambasadën iraniane dhe të gjitha këto fakte që ai ja prezantoi publikut izraelit në prezencën e Benjamin Netanyahu, i bëri për t'i thënë izraelitëve që shikoni, unë jam aleati juaj më besnik, unë nuk e pyes fare, du ta di fare për shqiptarët, që janë një popull me shumicë muslimane. Unë e kam futur Shqipërinë në luftë me Iranin për t'ju bërë shefin juve, dhe për personat që pan fjalimin e Ramës në Knesetin izraelit, kur ai bënte të prezantim para deputetëve që futë Benjamin Netanyahu, ati i merri zëri dhe i dridheshin këmbët. Pse i dridheshin këmbët dhe i merri zëri Ramës, është që Rama e di që sot perëndimi që ne shohim, Amerika, e cila ka në dorë jetën e Ramës, që mund ta burgosi atë sikur burgosi kryetarin evangelist të Bashkisë së Tiranës, Lalierin, ku Lalieri ka qenë më zionist se sa Rama. Domethënë, ai në fjalimin që mbajti në Knesetin izraelit, i ofroi Shqipërisë ndërkombëtare që ta djegi gjithë Shqipërinë, vetëm e vetëm që izraelitët ta mbështesin atë, të influencojnë të Trumpi. Rama ka qenë armik i Trumpit përpara të vinte Trumpi në pushtet, dhe ai i tregoi izraelitëve që ai do ta bëjë Shqipërinë kurban ndaj Izraelit, do hyjë në luftë jo me Iranin, por me gjithë botën, vetëm që t'i bëjë shefin Izraelit, dhe në shkëmbim të marrë mbështetjen izraelite, ashtu si kur kanë diktatorët të Arabisë Saudite apo Emirateve Arabe, të cilat i mban në pushtet Amerika. Në përgjigjen që Benjamin Netanyahu bëri ndaj fjalimit të Edi Ramës në Kneset, ai i apeloi izraelitëve që të fillojnë edhe të vizitojnë Shqipërinë, përmendi faktin që vizitat e turistëve izraelit ndaj Shqipërisë janë rritur në 800%. Dhe çfarë do thotë kjo gjë? Kjo do thotë që faktën kjo është mënyra se si shumë analistë janë duke lexuar këtë zhvillim. Rrezik duhet të kemi ndonjë fakt sekret ndërmjet regjimit të Edi Ramës me Izraelin, ndoshta për ta kthyer Shqipërinë në një Palestinë të dytë. Kur britanikët bën me zionistët në vitin 1917 deklaratën e Balfurit, popujt musliman nuk e dinin se çfarë po bëhej me ata. Në atë kohë ishte lufta e parë botërore, arabët ishin mashtruar nga anglezët, të cilët me Laurencin e Arabisë bindën Sherif Husseinin, që ishte bashkiaku i Mekës, e bindën atë që i bindi arabët që të hynë në luftë kundër turqëve, duke u premtuar arabëve që nëse juve luftoni me ne kundër osmanëve, ne do t'u japim juve një kalifat arab. Ndërsa arabët në atë kohë luftonin kundër turqëve, në anën tjetër britanikët dhe zionistët kishin nënshkruar paktin sekret apo deklaratën e Balfurit, ku britanikët i premtuan qifutëve që do t'u jepin atyre Palestinën. Dhe edhe në këto momente kur ne shohim Edi Ramën, i cili është kthyer në një nga personat më të rëndësishëm të zionizmit ndërkombëtar, ku ai i ka falur
apo më saktë po i fal familjes Trump ishullin e Sazanit, ku ai u mburr në Knesetin izraelit që thoshte problem armë vetëm nga Izraeli, ku ai haptas i thot izraelitëve hajde dhe vendosuni në Shqipëri, dhe duke ditur edhe faktin që në planet e zionistëve ndërkombëtar, kur ata nisën kolonizimin e Palestinës, në qoftë se çifutëve nuk do t'u heste projekti për kolonizimin e Palestinës, ata kishin projekt për të ndërtuar kolonitë e tyre ndërmjet të tjerave në Argjentinë, dhe një projekt ishte edhe në Shqipëri. Dhe në një kohë që Izraeli nuk e ka të sigurt mbijetesën e tij, nga që ata nuk e dinë se si do të shkojë lufta e tyre me Islamin, edhe me Iranin në veçantë. Unë besoj që izraelitët ndoshta, ashtu sikur në vitin 1897, kur bën kongresin e parë zionist në Basel të Zvicrës, dhe kryetari i tyre Theodor Herzl shkroi librin Der Judenstaat, apo Shteti Çifut, dhe nisën të projektojnë planet e tyre për shkatrimin e perandorisë osmane dhe kolonizimin e Palestinës. Allahu na ruaj, por ndoshta zionistët mund të kenë ndonjë plan të ri, ndoshta për kolonizimin e Shqipërisë, ndoshta për dëbimin e shqiptarëve dhe kthimin e Shqipërisë në një Izrael numër 2.